Të dashurit e mi, problemi i njerëzve që gjithmonë pretendojnë se janë zotrinjë është se plaga e kësaj kohe qëndron në mungesën e moralit, mungesën e fesë, mungesën e tërheqjes së rolit mbikëqyrës në familje. Shumë njerëz që e konsiderojnë veten zotrinjë, e në një farforme që të gjithë ne jemi zotrinjë, mirë po ky lloj zotrinjësh që e kam për qëllim, ka mungesë të madhe të moralit, ka mungesë të madhe të fesë, dhe ka mungesë të madhe që ky zotriu me qenë mbikëqyrës i flakt i familjes. Dhe zatën krijon probleme dhe telashe nga më të ndryshmet në moment kur ai ballafaqohet me një krizë, ballafaqohet me një sprov, ballafaqohet me një dhimbje të kësaj bote, ky zotriu nuk e kontrollon, do thot, veten dhe nuk e ka në mbikëqyrje. Mungesës e ekzistencës së shembullit në shtëpi, në shkollë dhe në universitet. Një pjesë e këtyve zotrinjëve kanë mungesë të madhe për mu kon shembull në shtëpi. Mund të jetë shembull kudo tjetër, përveç se i mungon shembulltyra e tij në shtëpinë e tij. I mungon shembulltyra në shkollë, në punishte, apo kudo që të jeton edhe vepron. E ne jemi të thirrur dhe duhet ta përgatisim vetveten që edhe të jem zotrinjë, mirë po edhe të jemi shembull për të tjerët se si duhet të jetë shembull i fesë, i kombit, i moralit dhe i çdo gjëje, do thotë mirë zotriu. Dashurit e mi, shpesh arroganca e materjes, mbizotrimi i lakmisë dhe i pangopsisë e bën njeriu një pjesë të këtyre zotrinjëve gjithmonë plaçkues, gjithmonë për të plaçku diçka jashtë dhe për të glabru, do thot, për veti. Edhe pse e konsideron veten zotri, gjithmonë është i thirrur dhe i prirë për të glabru, për të marrë, për të përvetësuar, për të thonë se vetëm mu më takon, për të thonë se unë jam meritor, për të marrë çdo lavdat nga veprimet dhe me jam vesh që çdo pasuni dhe privilegj duhet më takuen mu. Adhurimi i më të pasurit, i më të fortit, i më autoritativit, edhe sikura i tjetë hajdut pa pikë ndërgjegje. Një pjesë e këtyve zotrinjëve i adhurojnë pasanikët, i adhurojnë të fortit, i adhurojnë njerëzit që kanë autoritet apo janë autoritativ. Edhe si kur t'jenë hajdutit të matë mëdhej, madame ka një post, madame ka një pasuri, madame ka një autoritet në mos, kë mundohet me mishe me shpirt, me e adhuru, me e vlerësu, me ja mbulu të ligat, me u bo gardian i ti apo i saj. Arsyeja, sepse mu më shërben dhe mu më konvenon, do thot ky njeri, edhe pse pasimin e ka pa pikë ndërgjegje. Adhurimi i së jashtëmës, dyftyrësia e pushtetit dhe të ecurit pas karvanit të sundimtarëve është projekt i këtyve zotrinjëve që e konsiderojnë vetveten
të parët e shoqërisë. Këta e kanë me andje, me adhuru anën e jashtme, me u bo dëftërsh, dhe të njëjtën kohë me u bën një servil i pushtetarve dhe me u fut në karvanin e sundimtarve. Arsyeja, sepse unë jam nga zotërinjët. Globalizmi i kohës së sotshme dhe i kotësijës e i nxitjes së epshteve në të gjitha mjetët e informacionit është pjesë e pandashme e këtyve njerëzve që e quajnë veten zotërinjët e shoqërisë. Këta janë njerëz që lafallogji, shumë flasin e kinë se janë të folë me mendje. Shumë bëjnë vepra të kota, edhe pse dikujt ju duket sa është duke bë aktivitet ky njeri, shumë veprime për dhezjen dhe për aktivizimin e epsheve me gjitha mjetët e informacionit që i posedojnë në dorë, vetëm për të tregu dhe për të nxjerrë paramasës se na jemi zotërinjët e shoqërisë. Të gjitha këto zanafilla, këto janë ato të cilat kanë shtyrë drejt fesadit, drejt prishjes, prej të cilës po ankohet e mbarë shoqëria. Mbarë shoqëria sot është duke u anku nga kjo kategori që e quajnë veten zotërinjë, mirë po të cilët nuk zotërojnë asgjë, përveç se dojnë të glabrojnë, edhe të marrin, edhe të përvetsojnë, edhe t'ja etiketojnë vetës çdo gjë. Shoqëria e thjesht, shoqëria masa është duke vujt nga këta llafazana që mendojnë se janë duke folë me mendje. Dashurit e mi, ky lloj të qenurit zotëri, besimi ynë e urrejn. Islami ynë e ka sqaru, sejidul qaumi khadimuhum. Zotëriu i parë i popullit është shërptori masës. Një zotëri që e cilëson vetveten dhe nuk i shërben masës, ai nuk ka të bëj asgjë me të qenurit zotëri. Absolutisht. Ai i cili e ndin veten që as zotëri, ai është shërptor. Ai u shërben masës. Na kemi nevojë për zotëri që ju shërben masës dhe ja shohin hajrin masë. Kjo është të qenurit fetar, kjo është të qenurit zotëri, kjo është të qenurit i parë, kur masa ta sheh hajrin edhe ti ju shërben atyre. Të dashurit e mi, e kanë pyet një njeri të urtë, thojnë, përse nuk hakmerrësh ndaj atyre që sillen keq me ty? Shpesh marrëmi edhe ne, thojmë, pse bre nuk pjo hakmirësh, ai nuk po ka sjellje të mirë me tyje, pse nuk pjo hakmirësh asnjëherë? Ai ju ka kthy duke qeshe, duke buzëqesh, thot, a është prej mençurisë të kafshoj qenin njeriu që ai qen e ka kafshu njeriu? A është mençuri nëse të ka kafshu qeni? E kë me u kthy edhe me kafshu qenin? Jo. Thot ai i cili u hakmerrët njerëzve, i ngjason kësaj kafshe që e ka kafshu njeriun, e njeriu e kafshon këtë. Përderisa një herë kisha një temë të këtillë, speciale, duke folë vetëm në këtë qasje, në këtë prizmë, përderisa po e them, njani ma kthejnë nga ndëgjuesit dhe tha, hoxh, une nuk po tham, tha nuk isha thonë me kafshu, po s'po ku m'jam shu një shkelëm.
Jo, dashurit e mi. As shkelmi nuk dosh mi adhonën këtij njeriut. As shkelmi nuk dosh mi adhon, sepse ai edhe ma shumë e gërsavët pastaj. Edhe ma shumë bën presion. Edhe ma shumë e shton aktivitetin ndaj teje. Kështu që vetëm me të mirë, me të butë, me të qetë, me buzëqeshje, e deklasën do të keqin dhe të ligën. Të dashurit e mi, mendimet dhe dhimbjet, ato janë nga dhejo. Falni, mundimet, dhimbjet, ato janë nga dhejo. Në cilën bin fara e bujaris dhe e butësijës. Dhe të njëjtën kohë e burrërijës. Dhuntit e të mdhenjeve nuk kanë shpërthyer. Vetit e njerëzve të mdhej, hala nuk kanë shpërthy. Vetë se në mesin e rënojave të vështira dhe të përpjekjeve. Në moment kur të vjen një rënoj, një vështërsi, një dhimbje, atëherë dali në pa kolosët, njerëzit e mundimeve, e sakrificave, e dhimbjeve, e përvojave të mira, atëherë ata hynë në përdorim. Atëherë ata kanë çka me i dhonën shoqërisë. Në moment dhimbje, kolosët dalin në sipërfaqe dhe flasin fjalën e duhur, njerëzve të duhur, e bëjnë veprimin e duhur në kohën e duhur. Njerëzit e mëdhej në kësi kohëra, ato do të dalin. E dashurit e mi, feja nuk është fotografi që varët në mur. Fatkeqësisht një pjesë e fetarëve sot, të qenurit fetar e kanë një simbolik me një fotografi. Është vjerë në mur, kjo konë fetar, i thot vetës, unë jam fetar edhe u kry do thot puna. As nuk janë të spih që i rrotullan me gishta. Nuk është fetar i mirë, Allah, gjallë ditën i mani por të spihve që i hetë qështo. Dhe as ajet që shkruat në mur për ta zbukuruan shtëpin, xhamin e të ngjajshme. Feja është shumë ma thellë se sa kaq. Fejnë e kemi marrë sot një pjesë si përfaqësisht. Isha në Omre para disa ditëve dhe kisha disa nuk u falshin. Mor burr ta ka mundsu Zoti me arë në qabën e bekume. Një namaz në qabe është sa 100.000 namaze në vende tjera. Po ti për çka i ardh këtu? Ma ka bo surprizë mesa. Jo be një surprizë të këtil, ma mirë u kanë dashtë mi thonë mesës, qëm nishur të Karaibe dikona, po qëm në Antalija, po qëm dikonët, e di ta shijaj. Ma ka bo surprizë, elhamdulillah, falenderoj Zotin, që ta ka mundësu mesa, apo nipi, djali, apo vojza, për me shkelën këtë vend. A mu që me rabdes falu. Që falu, me ardhën 3.000 kilometra, edhe mos miro Zotin sejdë. Ky fetarizëm është një fotografi, jam ka në qabe. Kështu çfarë të spekon ble, kështu çfarë ajetet Kuranit kum sjellën. Na imi të vujt ka pak edhe për do fetarëve të këtill, të cilët fetarizmin e kanë sa për t'i tregu dikujna se unë e shkoj në xhumo, unë e shkoj në Ramazan, unë e agjeroj, unë e bëj këtë apo atë. O dashurit e mi, a je duke vepru. Fetarizmi është shumë ma i thellë se sa që mendojnë do thot disa. Feja është sinqeritet. Kur njerëzit gënjejnë, feja është sinqeritet. Me u identifiku i sinqerti. Feja është drejtësi. Kur? Drejtësi kur anën në peshore. Shumë let është me folë për drejtësien. Shumë let është me folë për drejtësin. Mas vështirë është
me vepru drejt. Leta shky që shet ari argjent, leta shky që shet domate e patate, që shet pasull e që shet dredhza, shumë leta shmë më folë mu e për drejtësi. Ama drejtësia vrehet në peshore. Shumë për këtyve që na flasin për drejtësi, na vjedhin peshore. A Islami është përhapur në Indonezi e në Malezi nga tregtarët. S'ka leju gjithmonë e ka djeg vetën peshore, para se me djeg mysteriën. Këtu është drejtësia, dashurit e mi. Feja është për këtë. Nuk është mu lavdru se unë e falem, po falem është për vete o burë. Feja është drejtësi që më ta po hajrin do të thot dikush tjetër. Feja është mëshirë, kur zotëriu apo njerëzit lëndohen. Është pastërti, kur të jepet mundësia ta shfrysh epshin. Në moment kur të jepet mundësia me shfry epshin, është pastërti, mas pari shpirtërore, pastaj intelektuale, pastaj morale, pastaj familjare, pastaj njerëzore, pastaj kombëtare, pastaj e shoqërisë, e çdo gjë, është pastërti. E fetar, këtu vrehet besimi, se sa do thët je në gjendje për ta rujt. Feja nuk është me bo sejgjde të shumta, për gjurmët e sejgjdes du të me qenë pa shlyshme mas parin zemrat e tona dhe në veprimet e tona. E as në numrin e omrave, për në thelpsin e pendimit pas tyre. S'ka nevoj na mu lavdru jam konë kaq herë në haq, kaq herë numre. Mirësia vjen, pendimi, si e këthy, si je duke e organizu jetën tash e tutje, pas këti këthimit. Këtu është thelbi. Këtu është thelbi mirësis të dashurit e mi. Ndoshta falësh dhe përgojan, gabimi madh, la ilaha illallah. Ndoshta agjeran dhe ban zullum, subhanallah. Ndoshta shkon haqë dhe tregohesh mendje madh, la ilaha illallah. Atëherë, ku është feja jonë? Ju lutëm që unë e përsëris shumë herë. Mos e merr një fejen veç me u falë, veç me u agjeru, veç për ta kry një obligim. Feja është masi ti kryn këto obligime. Këtu del në pa feja. Ndoshta atëherë ku është feja pra? Feja është moral, e kujti humbët morali, i ka humbën edhe feja. Sa do që të bëjsh adhurim të madh, kujna i humb morali, i ka humb edhe feja. I dërguari i Allahut Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam tha: më i dashuri tek unë dhe më afër meje duke ndjerë në ditën e kiametit është më i miri prej jush në moral. Më i mirin prej jush në moral është më afër Muhammed Mustafas, edhe është më afër Zotit Gjelle Shanuhu e Gjelle Gjelalu. Feja, o dashurit e mi, nuk shihet vetëm në të jashtëmën tënde, por në gjuhën tënde. As në robën tënde, por në zemrën tënde. Prandaj, bëhu i bukur në moralin tënd. Kush e ka robën e moralit, e ka dukjen më të mirën. Pamjen më të bukur nuk ta jep roba, pamjen më të bukur ta jep morali mirë. Sepse kjo është gjëja më e sinqert që e shprej me besimin tënd.
me besimin tonë, gjën më të sinqert, më të bukur, e shprejmi moralin. Të dashurit e me, shenja e parë dalluese të shoqëritë muslimane ishte të folurit e sinqert. Realizimi i përpikt dhe kontrollimi i fjalëve. Shenjat e parë dalluese që u dallojshin shoqëritë muslimane ishte të folurit e sinqert dhe realizimi i përpikt i kontrollimit të fjalëve. Kush e kontrollon gjuhën, ka kontrollu mbar dynjon edhe ahiretin. Kush nuk e kontrollon gjuhën, ai ka problem në kontrollimin e çdo gjëje që e posedon. Ndërsa gënjeshtrat, mosmbajtja e premtimeve, mashtrimet, shpifjet, ata janë shenja të hipokrizisë dhe shkputje në lidhje me fenë e Zotit, apo lidhjen me fenë përmes metodave mashtruese dhe shpërfillëse. Sot disa po e përdorin fenë mbules për të mashtru. Se njerëzve në moment që t'ju thush jam fetar, a i ka një pikpamje ndryshe ndaj teje apo meje. A i të shiqan me një sy ma të mshirës, dhe të dhëmshuris, dhe dashuris, dhe të siguris. A i ka siguri më talon kuletën për para, a i ka siguri më talon në biznesin tyje, a i ka siguri më talon ndër familjen tyje. Ama kur të përdoret feja mbules mashtrim, njerëzit ikin edhe prej fejas. Pse se thojnë, po subhanallah, çështu bane, çështu ka kanë krejt fetartë. Na kemi nevojë për një besimtar që fenë nuk e përdor për mashtrim, për glabrim, për përvetësim, po fenë e përdor pasqyr, të pagrithur, të pastërt, për mbar njerëzimin, mu identifiku njerëzimi tek ai. Pra, përmes metodave të gënjeshtrave, ata arrin ta përvetsojnë masën, dhe në moment që masa i identifikon këta, zhgënjehet edhe nga Islami. Të dashurit e mi, qëndroni larg njerëzve negativ, shumë larg, sepse ata zotrojnë probleme për çdo zgjidhje. Për çdo zgjidhje, ata inskenojnë një problem. Për këtë arsye larg njerëzve që japin negativitet, po ofër njerëzve pozitiv. Ai njeriu i cili është pozitiv, edhe në problemin më të madh që mund ta kem unë edhe ti, ai na bën zgjidhje. Kurse ky negativi, për çdo zgjidhje ka problem. E këtu është do thot gabimi që feja ju na mëson, sa ma larg njerëzve negativ. Sa ma larg njerëzve negativ. Për këtë dynjaja, dashurit e mi, është dollap që rrotullohet. Është shumë interesant. Rrotullohet dynjaja, besani. Para 30 viteve, tabela ka qenë dras, ndërsa nxënësi ka qenë i zgjuar. Tabela ka qenë dras, ka shkruar mësuesi, ama nxënësi ka qenë shumë i zgjuar. Sot tabela është e zgjuar, nxënësi dras. Sot tabela digjitale i kemi, ka të zënë, ke çdo sen, çka të lypsh? Nxënësi dras. A ka mundësina me zgju nxënësin, me qenë i zgjut? Jo vesh mu lavdru që na kanë ardhur tabela digjitale, tabelat e zgjuara. Po, shqyqyr që na kanë ardhur, po nxënësi dras ka met. A bana me kthyen drasën dras let jetë, e nxënësi let na jetë i zgjuar.
Kjo është që ka nevojë sot shoqëria jonë. Ka nevojë të rit dhe të rejat e tona. Kemi nevojë e mbar apo mbar shoqëria. Kisha lut me thirrë rezanin dikush. Për këtë dashurit e mi, ndërtimi një fabrike ka të njëjtin shpërblim si ndërtimi një xhamie. Ndërtimi një fabrike ka shpërblim si kur ndërtimin e një xhamie. Kur e ka bo këtë deklarat njani prej hoxhallarëve të mëdhej të islamit, janë zgju ka pak njerëzit dhe kanë thonë, ti si je dashamirës i xhamiave. Në atë kohë nuk u kuptu si dohet, mandje edhe për këtë arsye është kundërshtuar të madhe. Ashtu siç edhe sot, për shumë njerëz mbetet e vështirë me u pranuar kjo. Por ai që synon të lartësoj fjalën e Zotit, duhet ta di se pranë çdo xhamie është e domosdoshme të ndërtohet edhe një fabrikë. Sikur është në shpërblim e njëjtë, sikur me ndërtu një xhami, sikur me ndërtu një fabrikë, sikur me ndërtu një shkollë, një universitet, një stacion të policijës, një spital, një fabrikë për reciklimin e mbeturinave, një fushë të sportit, njëjta është në shpërblim, sikur me ndërtu një xhami. Po edhe pranë çdo xhamie duhet ndërtohet një shkollë, një fabrikë, një spital, edhe një e ngjajshme e këtill, sepse i madhi Allah ti qofsh mi fal, në shpërblim nuk e ka dallu mihrabin e imamit, as tabelën e mësimdhënësit, as karrigën e studiusit, as poligonin e policit apo të ushtarit, as sallën e operacionit të mjekut, në shpërblim është një. Nuk gëzon me thonë, hoxha, unë këto që po falën e kam shpërblimin më të madh se sa ati mjekut që po bën operim sot. Jo, në shpërblim është i njëjtë. Shpërblim është i njëjtë. Për këtë arsye do ta ngjallmi këtë ndjenjë dashurit e mi. Fetar aktiv në jetën e përditshme. Punëtor i mirë, biznismen i mirë, një njeri që i shërben, se feja është më të ngrit, më të lartësu. Feja është më të ngrit, më të lartësu, nuk është do të thotë për diçka tjetër. Siç tha profeti Muhammed alayhi salatu wassalam, kur ishte përballë idhujve në Mekë, tha, nëse nuk i thym idhut në brendësinë e zemrave tona dhe në thellësinë e mendjeve, rrëzimi përpara syve nuk ka kurfar kuptimi. Atë idhullin, atë statujen që e kanë adhuru, kur gjonë nuk është me thyën. Përderisa është në zemrën tone, në mendjen tone, në shpirtin tonë, ka të ke thyën. Për këtë edhe disa bestytni që janë të ne, ndoshta na i themi jashtë, po përderisa janë zemrat e tona, ka t'i kina thyën. Na mas pari do t'i rënojmë, t'i qërënjosim, t'i largojmë nga shpirtat e tonë, nga mendjet e tona, e pastaj të mundohemi edhe jashtë. Mirë, po këtë gjëra mas pari do t'i thymë në zemrat e tona. Allahu na përdor për hajër dhe për të mirë. Alhamdulillah.